Në Shqipëri, protestat kundër një kompleksi hotelesh luksoze të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e ish-presidentit amerikan Donald Trump, kanë hyrë tashmë në muajin e dytë. Paralelisht janë shtuar edhe thirrjet që kryeministri Edi Rama të japë dorëheqjen, por për tepërplasje së brendshme politike. Kjo çështje mund të ketë pasojë edhe për rrugën evropiane të Shqipërisë. Në qendër të debatit është ndikimi i projektit në peizazhin e mbrojtur të Vjosanartës, një nga ekosistemet më të rëndësishme në Mesdhe, që strehon mbi 2300 specie dhe më shumë se 70 specie të rrezikuara, si edhe 6 habitate me prioritet sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian. Pikërisht për këtë arsye, Brukseli ka ngritur shqetësime se zhvillimi mund të jetë në kundërshtim me standardet mjedisore të BE-s. Protestat lidhen me një projekt turistik që parashikon ndërtimin e rreth 10.000 dhomave hotelerie në Bregdetin shqiptar, i financuar nga Affinity Partners, fondi i investimeve në pronësi të Jared Kushner. Projekti përbëhet nga dy pjesë kryesore, një zhvillim turistik me vlerë 4.7 miliard dollar në zonën e mbrojtur të Vjosanartës dhe një resort me vlerë 1.4 miliard dollar në ishullin e pabanuar të Sazanit. Në fund të vitit 2024, qeveria shqiptare i dha kompanisë Atlantic Incubation Partners, LLC, një degë Affinity Partners, statusin e investitorit strategjik, duke i mundsuar procedurat të përshpejtuara miratimi. Kritikët argumentojnë se kjo shmangu një proces të plotë të vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe konsultimit publik, që prej fillimit të majit, makineritë e rënda kanë nisur punimet në zonë duke shkaktuar reagime të forta nga organizatat mjedisore. Rrjedhimisht, projekti ka hasur kundërshtim të gjerë si në Shqipëri, ashtu edhe jashtë saj. Kritikat nuk lidhen vetëm me ndikimin në mjedis, por edhe me mënyrën se si janë trajtuar procedurat për investimin. Në janar, 41 organizata mjedisore i drejtuan një letër kryeministrit Edi Rama duke kërkuar pezullimin e menjëhershëm të projektit. Më pas, Komisioni Evropian paralajmëroi se zhvillimi mund të ndikojë negativisht në procesin e negociatave të Shqipërisë me BE-n. Megjithatë, qeveria nuk ka ndryshuar qendrim dhe protestat janë zgjeruar, duke u kthyer në një lëvizje më të gjerë kundër mënyrës së qeverisjes. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës, largimin e klasës aktuale politike, përfshirë edhe liderin e opozitës Ali Berisha, krijimin e një qeverie teknike dhe ndryshime të thella në legjislacionin që lidhet me investime strategjike dhe mbrojtjen e zonave natyrore. Nga ana tjetër, Rama i ka hedhur poshtë këto kërkesa duke deklaruar: "Kam një kontratë me popullin shqiptar deri në vitin 2029 dhe nuk kam ndërmend të largohem." Ndërkohë, protestat janë bërë gjithnjë më të tensionuara. Gjatë përplasjeve pranë parlamentit në Tiranë, u plagosën disa punonjës policie dhe u arrestuan protestues. Më vonë, Rama reagoi në rrjetin X duke ironizuar protestuesit me emoji klouni dhe duke i cilësuar organizatorët si kloun të politikës së dështimit. Në deklarata të mëparshme, ai ka quajtur protestuesit edhe budallënj dhe ka përshkruar lëvizjen si një luftë hibride të nxitur nga aktorë të jashtëm. Kjo situatë ka shtuar shqetësimet edhe në Bashkimin Evropian. Shqipëria konsiderohet një nga vendet më të avancuara në procesin e zgjerimit, së bashku me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, zhvillimet e fundit kanë ngritur pikpyetje nëse vendi po largohet nga standardet që kërkon procesi i antarësimit, shkruan TLDR News EU. Një nga shqetësimet kryesore lidhet me kapitullin 27 të negociatave që mbulon mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Ky kapitull përfshin zbatimin e direktivës së habitateve dhe direktivës së shpendve, dy nga aktet më të rëndësishme të legjislacionit mjedisor të Bashkimit Evropian. Në fakt, Komisioni Evropian ka ngritur shqetësime për ligjin shqiptar të investimeve strategjike prej vitesh. Raporti i vitit 2019 paralajmëronte se ligji mund të cënonte mbrojtjen e biodiversitetit, ndërsa raporti i vitit 2025 kritikoi zgjatjen e tij deri në vitin 2027 dhe shprehu shqetësime për ndikimin e mundshëm në zonat e mbrojtura. Përtej aspektit mjedisor, shumë analistë argumentojnë se kjo çështje lidhet edhe me transparencën, llogaridhënien dhe shtetin e së drejtës. Me fjalë të tjera, debati nuk është vetëm për një resort turistik, por për mënyrën se si merren vendimet politike në Shqipëri. Kjo është edhe arsyeja pse revolucioni i flamingove ka evoluar nga një protestë mjedisore në një lëvizje më të gjerë kundër qeverisë së Edi Ramës. Për shumë protestues, projekti është bërë simbol i pakënaqësisë ndaj korrupsionit të pretenduar, mungesës së transparencës dhe mënyrës së ushtrimit të pushtetit. Nëse kjo lëvizje do të sjellë ndryshime politike, mbetet për tu parë, por është e qartë se Edi Rama po përballet me një nga sfidat më të mëdha të karrierës së tij politike.